Atëherë ishim pra dëshmitar të edhe një seance me radhë, ose të një vazhdimi të seancës konstituive me radhë, i cili pra nuk arriti që të realizonte me sukses konstituimin e institucionit të kuvendit. Pra nuk u votua kryetari i kuvendit, në këtë rast propozimi i partisë fituese, zonja Albulena Haxhiu. Siç e kam thënë edhe herën e kaluar, ne si parti fituese kemi kryer obligimin ton kushtetues fillimisht duke propozuar kandidatin, pra këtë e kërkon kushtetuta, që subjekti fitues i zgjedhjeve të propozoj kandidatin për kryetar, dhe pastaj kemi kryer obligimin ton kushtetues edhe duke votuar për. Pra e shihni që në vazhdimsi votat tona janë për. Ata që thonë se po bllokohet konstituimi, nga të gjithë dhe gjithë duhet ndajnë përgjegjësinë barabartë, kanë gabim, sepse me vot për nuk ka blokadë. Pra blokada bëhet kur nuk voton për, kur voton kundër ose abstenon ose nuk merr fare pjesë në votim. Pra me votën për, ne për të votës për që kemi nuk mund të votojmë vota tjera, sepse kaq na ka dhënë qytetari. Për kundër kësaj vlen theksohet që në vazhdimsi, pra siç e keni pa, kanë qenë 57 vota të deputetëve. 57 deputet kanë votuar për, dhe ajo çfarë vlen theksohet është që janë të përfaqësuara të gjitha komunitetet paqis në ato vota. Pra ajo çfarë po mungon në këtë rast është që votat e deputetëve subjekteve shqiptare, që përfaqësojnë subjekte shqiptare, të marrin pjesë në konstituim të kuvendit dhe të zhbllokojnë procesin. Ne sot e pa megjithatë një progres, pa një ndryshim, që tek votat kundër pati pra një rënje. Herën e kaluar kishin qenë 46 vota, kurse sot i patëm 41 vota. Shpresoj dhe uroj, pra në mënyrë që të mos kemi këtë betejën e çdo 48 orëshe ku duhet dalim këtu dhe të vim të deklarojmë se pse dështoj dhe kush e ka fajin, shpresoj dhe uroj që këto vota pra që sot nuk ishin kundër, të bëjnë hapin e radhës dhe deri në seancën tjetër, pra të marrin përgjegjësinë që u ka dhënë qytetari, të mos refuzojnë mandatin e tyre dhe të votojnë për konstituim të kuvendit. Sepse vetëm konstituimi i kuvendit hap rrugën pastaj për procese tjera, të cilat varen nga marrëveshjet politike dhe nga koalicioni qeverisës.